Përshëndetje të gjithëve, këtu ndodhemi sot në qytetin e Prizrenit, në lagjën Bajramtur, tek Exon Mazreku. Kemi ardhur për ta vizituar që mbi 25 vite jeton me qira dhe kërkoj ndihmën tonë ta mbështet. Dhe ne si shoqat po kërkojmë nga të gjithë ju bamirësa që gjithmonë na keni mbështet, edhe kësaj radhe kërkojmë që na mbështetni, që t'ja bëjmë një strehim, një banesë apo në shtëpi, çka do të qoftë Exonit që ta gëzon me familjen e vet. Këtu jem së bashku me vullnetarin Nuridin Hoxha dhe Exon. Exon, nëse ke diçka me na shtuar të kësaj? Unë pikësore falenderoj juve për vizitë. Inshallah Zoti na shpërblet tonë. Unë nuk po du me hek fëmija jam, shka jam të heku unë. Po menoj për fëmijët mi, për vetë unë e kom hek shka kom hek, po veç jam të menu për fëmijët mi. Inshallah do Zoti bëha, diçka, shka ose bet më bëha, inshallah bëha, shka ta ka shkur Zoti të. Amin. Përshëndetje të gjithë dhe paqja e Zotit qoftë me gjithë ju. Jemi këtu te familja Exon Mazreku këtu për me vizitu, ka nevojë për një strehim të vetin, sepse tash sa vite vetëm është në qira, pasi që edhe na vete kemi përjetu qira dhe ende po jetojmë me ta, dhe kemi shumë familje që presin rrallë për me ndihmu, me dalë ndihmë, me nxjerr nga qiraja me qenë shtëpi të vetën, edhe pse nuk kanë pasuri dikon tjetër, se po të kishin, ndoshta edhe nuk do të vinin, se ka shumë paragjykime ndaj nesh që ka pasuri dikon tjetër i ke dhënë këtij neve ju kështu në radhë. Ne kemi ardhur me një arsye të fortë që ju ka një kohë Exonin edhe kemi ardhur për këtë arsye, pikërisht edhe kemi ardhur me një qëllim të mirë që shpresojmë na mundsoj Zoti, pastaj ata bamirësat të cilët kanë kontribuar deri më tash tek ne dhe kanë besuar tek ne, e kemi çuar amanetin vend, dhe të paktën një strehim të vogël, sa do të qoftë i vogël, le të jetë i veti dhe mos të vuajnë qira se kanë kaluar mbi 25 vite qira, siç e tregoi edhe Exoni që nuk do me i pa fëmijët e tij siç e ka kaluar jetën vet. Gjithashtu dhe ne dëshirojmë gjithë që mos ta kaloj jetën askush kështu, por ta ketë një jetë më të mirë dhe të jetë dikun, ta ketë një bazë siç e përmendon shtëpia, pragun e tij. Zoti ju shpërblet ju që ndihmoni e na përkrahni në këtë drejtim, sepse ne kemi marrë iniciativë dhe nuk do t'i largohemi kësaj derisa na jepet mundësia t'i bëjmë strehim edhe familjen Mazreku të Exonit. Zoti ju shpërblet juve të gjithë dhe bamirësa, këta janë 4 anëtar, 2 fëmijë të vogël i kanë, burr dhe gru, jetojnë me qira. Qiraja është në këtë kohë me një punë punëtore fizik, është shumë problem të paguhet dhe të rrethohet familja e të mbahet familja. Ku janë gjëra tjera, në një smundje apo zotruna për etëksia e kështë më radhë. Zoti ju shpërblet ju që e shikonin tarë në këtë dhe na ndihmoni, na përkrahni që t'i dalim fund dhe ta gëzojnë shtëpinë e tyre apo